12 dita fat kanë partitë politike që t'i bindin qytetarët e Kosovës për t'i votuar në zgjedhjet e jashtëzakonshme të 28 dhjetorit. Fushata zgjedhore do të zhvillohet nga 17 dhjetorit deri më 28 dhjetor, duke i bërë këtë një nga fushatat më të shkurtra të mbajtura ndonjëherë në vend, gjë që pritet të intensifikojë aktivitetet e partive dhe komunikimin me votuesit. Në mbledhjen e fundit të KQZ-s, antari i komisionit, Arjanit Elshani, ka sqaruar se procesi i certifikimit të partive politike është i ndarë në 2 faza. Certifikimi i subjekteve politike do të zhvillohet nga 24 deri më 30 nëntor, ndërsa dorëzimi dhe certifikimi i listave të kandidatëve do të bëhet nga 24 nëntori deri më 7 dhjetor, datë që shënon afatin e fundit për paraqitjen e listave në KQZ. Po ashtu e njoftoi se tërheqja e shortit për renditjen e subjekteve politike në fletë votim do të mbahet më 8 dhjetor, një proces që tradicionalisht përcillet me interes të madh nga partitë. Për votuesit jashtë vendit është përcaktuar që periudha e aplikimit për votim nga diaspora të fillojë më 26 nëntor dhe të përfundojë më 6 dhjetor, ndërsa periudha e votimit me postë do të jetë nga 12 dhjetori deri më 27 dhjetor. KQZ ka bërë thirrje që të gjithë qytetarët dhe subjektet politike të respektojnë afatet dhe procedurat teknike, duke theksuar rëndësinë e procesit për garantimin e zgjedhjeve të rregullta, të studiuara mirë dhe transparente. Nga ana tjetër, zyrtarët e KQZ-s kanë paralajmëruar se për shkak të dinamikës së shpejtë të zgjedhjeve, pritet një angazhim i shtuar logjistik, sidomos në menaxhimin e votimit nga diaspora dhe në trajnimin e stafit zgjedhor. Ata kanë siguruar se të gjitha partitë po zhvillohen sipas planit dhe se synimi është që procesi të jetë sa më efikas dhe i besueshëm për publikun. Analistët politik thonë se fushata do të sillet rreth akuzave e kundër akuzave se kush është fajtori i bllokatës së zgjedhjeve të nëntshkurtit, gjersa paralajmërohen një përsëritje të akuzave edhe pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Fushata politike dhe listat e njëjta, analisti politik Nexhat Haziri thotë se Mejtanin do të ndajnë lëvizja vetëvendosje në njërin anë dhe partitë ish opozitare në anën tjetër, ku palët do të mundohen t'i bindin qytetarët se kush është fajtori i bllokadës politike. Pres që të jetë fushat shumë dinamike, ku do të bizotrojë një diskurs i ashpër ndërmjet partive politike të cilat do të garojnë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit. Pra Mejdani do ndajë lëvizja vetëvendosje në njërin anë dhe partitë opozitare në anën tjetër, ku të dyja palët do të mundohen ta bindin qytetarin me akuza dhe kundër akuza për njëra tjetrën se kush është fajtori i bllokadës politike e institucionale, që si pasojë nuk u arrit materializimi i rezultatit të zgjedhjeve të nëntshkurtit, pra për të pasur qeveri dhe institucione të tjera, deklaron Haziri.